mos të shikojmë përvesën të mirë. Apo me sy tona shiko vetëm atë që është e mirë. Mos shikoni atë që nuk është e mirë. Nëse do më ndëgjoj vetëm atë që është e mirë. Mos ndëgjoj atë që nuk është e mirë. Gjithashtu kur dëm me shfaq diçka para njerëzve, çka do qoftë ajo me shfaq? Shfaqe atë që është e mirë dhe shfaqe në mënyrën më të mirë. Andaj Allah xhallahu ala ka porosit që kur themi ka thonë thuaj aty që kanë besuar yaqulu allati hiya ahsan. Le të thonë atë që është më e mira. Në komunikim njëri me tjetrin, apo duhet t'ja themi njëri atë që është më e mira. Që të del për neve e mira dhe kjo e mirë të del në mënyrën më të mirë, nga se ai që është i mirë kështu na ka mësuar. Në qoftë se ka kuptuar drejt emrin e Allahut i mirë, atëherë në veten tënde, në brendin tënde, mos të fshihet asgjë pas e mirë. Nga se dikush mund ta shfaqë të mirën, por ta fshihet të keqen. Atë s'ka kuptim shfaqja e të mirës, nga se fshehja e të keqes do ta njollos këtë mirë. Domosdoshmë. Prandaj sikur se ka thënë Hasan al-Basriu, rahimahullah, nuk e fshehet dikush një gjë në zemrën e tij e që mos ia nxjerr Allahu përmes gjuhës së tij. Gjithsesi, çka do që të mshef për dikon nga e keqja, nga paragjykimet, domosdoshmë atërshet gua, do, ama komo do pi guas, patjetër. S'ka çfarë pa dal. E çet gjua nuk e marr. Prandaj, nëse do të dal mirë për teje, apo duhet me mshef mirë. Duhet me e fshehta me kone mirë, që pastaj e dukshme dhe hapur atë e mirë. Po nëse fshihem për një ditë paragjykime, mendime jo të mira, gjëra do dalin këtu. Gjithsesi do dalin. A del pastaj përmes veshit, a përmes gjuhës, a përmes syrit, a përmes dorës, kjo pastaj nuk ka rëndësi, po do të del. Pa nëse ke kuptuar emrin e Allahut i mirë si duhet, fshihet mirën dhe shfaqet mirën. Gjithashtu për asaj që duhet kuptuar dhe ndikuar nga Allahu i mirë është që timi nga ata që e përhapim vetëm të mirën. Mos përhapim të keqen. Të përhapim vetëm ato fjalë, përhapim vetëm ato raste, vetëm ato tregime, vetëm ato ngjarje, të përhapim vetëm atë që i kontribon për shtatshmërisë e muslimanëve mes vete. Mos përhap atë që jo prish dëmzort. Mend zikna që dy dhëm një me një, e atë ta më shih nxir, mos e përhap posa që është e mirë. Përhap vetëm atë që është e mirë ose hesht, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kush ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, falyakul khairan, le të flet mirë Allah, ose hesht, çuj, më mirë mos fal hiç. Ase nuk bën njëri mushënuar me makineri që prodhon veç zi. Apo makineri që prodhon veç prishje. Mos përhap. Po çështu ke? A ca staja? Pani ai tha çështu ke, po ti mos thuj. Ti mos e përhap të keqen, përhap të mirën. Përhap vetëm të mirën mes muslimanëve. Përhap vetëm gëzimin mes tyre. Përhap vetëm disponimin, vetëm unitetin. Përndryshe hesht Allah. Mos përhap diçka tjetër. Sa pak jena do me të coptuar, me të mërzitur, që la dikush marr me ashtu këta. Përhape o i mirë, përhape të mirën. Dhe o e mirë, përhape të mirën. Përhape në të mirën dhe bëuni të mirë. Ai që ka kuptuar drejt, e tajib, i mirë. Dhe ai që ka kuptuar drejt se nga i miri vetëm e mira vjen. Ai tenton me çdo mundësi dhe me çdo kusht mos ta njollos të mirën. Mos e njollos të mirën me asgjë, mos e njollos këtë mirë, këtë shariat me fjalët e tua të pandërgjeshme, me përgjigjet e tua të padijshme ignorante. Mos fal për këtë fe, padije se e njollos. Mos thuaj kjo zban është haram. Ndërsa në esencë këtë ulemat kanë bën, mos e njollos. Mos e njollos këtë fe duke lejuar atë që shariati ka bërë ndaluar, kjo njollosje. Mos e njollos shariatin me punët e tua, mos e njollos shariatin me asgjë. Por mundoja që t'ja rush këtë bukuri, nga se Allahu është i mirë dhe feja e tij është e mirë. Andaj të munduemi maksimalisht ta ruajmë këtë mirë dhe këtë bukuri, mos ta njollosim. Nga se kjo është kuptimi i emrit të Allahut të tajib në jetën tonë. Ndikimi i këtij emri është që mos ta njollosim të mirën dhe atë që është e bukur. Dhe gjithashtu mos ta luftojmë të mirën. Kuptimi i drejtë i emrit të Allahut i mirë është që kudo që ndëgjojmë se ka mirë, të bëhemi bashkëveprues në atë mirë. Të bëhemi argat të asaj të mira, mos të luftojmë të mirën. Nga se ai që lufton të mirën nuk ka mundësi me koni mirë. Mos e lufto hajrin. Kudo që përhapet hajri, përhapet e mira,
përhapet dashuria ndaj Allahut xhallahu ala, përhapet stabiliteti që dëshmëria në fenë Allahut xhallahu ala, mos u bë pjesë e saj. Në kuptim negativ të luftimit e saj. Të luftohet me fjalë, të luftohet nganjëherë me hije, të luftohet. Nganjëherë luftohet me gjeste, me gjithçka, mos e lufton. Mos e lufton. Nga se pejgamberi sa më ka mallku vrasësin, apo por e ka mallku edhe atë që jep isharat për vrasje. Wallahi, veç me sy me bëj kështu. Edhe si pasojë e kësaj, më vra dikush ti e vrasës. Po sa zmonane? Veç me sy ja ke bëu dikujt, është vrasje. Nga se kur ka hi Ikrime ibn Abi Jahl tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mas keq ka bo, dhe ka hi disa prej të mëdhejve, ende kanë qenë në ndytësirën e të kalumës të keqe, çka ka bën nga vrasja e ashabëve dhe nga vrasja më të dashur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ndëgjuar dhe ka ndalë nga tenda e tij. Atëra e kanë vërejtë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ke i kënaqur me ta. Omeri radhiyallahu anhu tha: "Ja Rasulullah, pse s'bune me shaj në moment e kështu me kokën?" Tha: "S'jam unë që në mashtrim i vroj njerëzit apo." Apo andaj nëse vroj dal ballaballi thon, ama jo me intriga, me fjalë pas spine, me syje, me shaja, kështu s'bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'bën kështu pasues e tij. Apo nuk bën shkaktar që me fjalë indirekte, me përhapje të larme të caktuara kështu më radh me luftu të mirën apo. Nëse je burr edhe s'të pëlqen e mirë dikujt, dili ball, edhe thu që kjo nuk ka rregull, që kjo s'bën, që kjo një lloj të mirën. Ndërsa me intriga, me thashëthëme, me fjalë poshtë përpjet, me luftu të mirën, ndërsa kur ballavaçosh e shpreh se po duket e mirë, kjo është dyftësi e rrallës. E kjo është poshtërsi që nuk duhet besimtari të jetë i ndyrë dhe të jetë i zhytur në të. Prandaj besimtari është i mirë dhe nuk e lufton të mirën. Nëse lufton diçka, lufton ballhapur dhe faqebardh, edhe lufton pse mendon se është e keqe dhe e din shumë mirë pse është e keqe. E dëshmon dhe e tregon. Përndryshe, nuk ka mundësi është e mirë, po mos më pëlqen. Atë ti si i mirë. E këtu duhet të ketë diçka që nuk është rregull, nuk është mirë apo. Andaj, nëse je i mirë, dhe nëse e ke kuptuar drejt emrin e Allahut i mirë, mos e lufto të mirën. Kur mos lufto të mirën, po bëu për krah që sa me çka do të ke mundsi për krah të mirë në vend. Nëse je i mirë, atëra përfiton nga çdo e mirë. Nga kushdo qoftë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që ajo që ka dalë një e mirë, sa dhe ka thonë të vërtetën, që kjo e vërteta e vetë me iblisit, që ata merë jam. Andaj, nga gjdo kush që del e mira, kush do qoftaj, mere, përfiton nga gjdo e mirë. Andaj, edhe pse ata që e kam përdu këtë telefon, si pas kuptimin ton, nuk janë të mirë në besim, na përfitojmë këtë aspekt. Na dim çfarë të marrim nga çdo kush dhe dim të fitojmë nga çdo kush, nga se e mira është e shpërndam. Prandaj nga e mira e ahiretit dim pe ku të marrim dhe nga e mira e dunjas dim pe ku të marrim. Prandaj mësohu që të përfitosh nga çdo e mirë. Qoftë fjalë, vepër, këshill, porosi, pajisje, çka do qoftë, përfiton nga çdo e mirë e mos e privo veten tënde nga ky përfitim si pasojë paragjykimeve ose si pasojë gjërave të pështillura. Është i keq atje edhe s'ka lidhje. Ktu mund të jetë i mirë. Ktu mund të jetë i mirë, andaj përfiton nga çdo e mirë.